Teksa prokuror të caktuar hezitojnë të arrestojnë Belinda Ballukun, emisioni Plug u tregoi atyre dhe shqiptarve, edhe para pak, lidhjet mes ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe ish futbollistit Iglitare, që shkonin deri në abuzive, korruptive dhe siç u konfirmua së fundmi në skem pastrimi parash. Spak i tha shqiptarve se akuzonte Ballukun dhe Taren për një episod, për një vil në Bregdet, por emisioni Plug ka denoncuar me fakte dhe provat forta që dëshmojnë se skema është edhe shumë e gjerë. Në emisionet e kaluara u denoncua se si Iglitare, me firmë të Belinda Ballukut, nga sportist do të shndrojë në biznesmen energjetik me park fotovoltaik. Do të merrte leje ndërtimi, e mbase, nëse Spak do bëj gështetimet e duhura, do të nxjerrë edhe se si zëvendës kryeministria merrej ekskluzivisht me çmimet e shitjes së apartamenteve. Të gjithë e kemi duar trukitur në fushë kur luante me fanellën e Kombëtares, por sonte, ky emision nuk do të flasë për futbollistin, por për shtetasin Iglitare, vëllain e Agron Tare, i cili ka mbajtur disa funksione të larta në administratë në Këshillin e Ministrave. Kujtojmë se gjatë kohës që Tare regjistronte kompaninë që mori pronë shtetërore në Fier, i vllai mbante një detyrë shumë të rëndësishme, drejtor i përgjithshëm i autoritetit portual Durrës. Iglitare, para emërimit të Belinda Ballukut si ministre e energjisë dhe infrastrukturës në dhjetor 2018, nuk kryente ndonjë aktivitet të madh fitimprurës në Shqipëri, por gjithçka do të niste pasi Belinda Balluku do të ngjiste shkallët në majën e pushtetit. Sipas investigimit, Iglitare dhe Belinda Balluku kanë një marrëdhënie të afërt që nga viti 2014 dhe i takon Spak të faktojë nëse edhe nisja e bizneseve nga Tare dhe rritja e tyre lidhet ekskluzivisht me Belinda Ballukun. Por, një gjë është e sigurt, suksesi i këtyre bizneseve, si në ndërtim apo energjetik, është pikërisht brenda fushës së veprimit të kompetencave të Ballukut. E ndërsa Tare vijon të korte sukses financiar në Shqipëri, Belinda Balluku nuk hunguronte ta uronte për sukseset e tij në atë që ai di të bëjë më mirë, futbollin. Por të rikthehemi në investigimin tonë. Në dhjetor 2018 themelohet kompania Agro Roma, e cila regjistrohet në QKB në datën 25 janar 2019, me administrator Aleksandra Tare, nëna e Iglitares së datëlindjes 51. Bilanci i parë i depozituar në QKB është ai i vitit 2020. Sipas këtij bilanci, kompania ushtron aktivitet në fushën e ndërtimit, ka një punonjës dhe nuk deklaron të ardhura, por shprehet se ka detyrime ndaj ortakut mbi 300.000 euro me kursin e sotëm. Pra, kompania ka kryer shpenzime, çka na bëri të dyshojmë se këto shpenzime mund të lidhen me aplikimin për leje ndërtimi. Në janar 2021, administrator emërohet shtetasi Soni Agalliu, i cili është kushëri i shtetasit Iglitare. Në bilancin e vitit 21, dyshimet tona faktohen. Agro Roma 2019 tashmë deklaron si inventar 99 milion lek, ose 990.000 euro me kursin e sotëm ndërtim, ndërsa për vitin 2020 kjo vlerë ishte 790.000 euro. Ndërkohë që kjo kompani kishte si punonjës vetëm Sonia Galliun dhe maman e Iglitares, zonjën Aleksandra. Plug investigoi edhe më tej dhe rezultoi se Edi Rama dhe Belinda Balluku i kishin miratuar leje ndërtimi kësaj kompanie në një nga zonat më të shtrenjta të Tiranës. Leje ndërtimi për objektin, objekt me funksione komplekse, shërbim, hoteleri dhe rezidencial pranë Zogut të Zi, Tiranë. Në vitin 2023, Agro Roma 2019 do të përthithte një tjetër kompani, Real Eco Energies ShPK, e themeluar nga Edi Agalliu, babai i administratorit Soni Agalliu. Kjo kompani, sipas objektit të deklaruar në QKB, u themelua për përfitimin e një parku fotovoltaik, që duket qartazi edhe nga emri i themelimit, por edhe aktiviteti i saj në të gjithë vitet e ekzistencës. Dhe pas marrjes së lejes, kompania ju bashkua nëpërmjet procedurës së përthithjes kompanisë Agro Roma 2019, e cila bashkë me kompaninë Real Eco Energies bëhet zotëruese edhe e parkut fotovoltaik të miratuar me firmë dhe vul të Belinda Ballukut. Në bilancin e vitit 22, kjo kompani deklaron likuiditet në vlerën 1.6 milion euro. Ndërkohë, shprehen se kanë të drejta të argëtueshme nga kompania Navitalia. Pra, kjo e fundit është financuar apo ka kryer punime në vlerën 120.000 euro. Navitalia është një tjetër kompani e themeluar në Ortrakëri nga Iglitare në vitin 2019 me objekt agroturizëm, ndërsa zëri inventare apo prodhime në proces tashmë bëhet 1.6 milion euro. Në zërin shpenzime janë 200.000 euro për taksën 8%,
Pra faktohet se kjo kompani pa asnjë aktivitet ka përfituar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku leje ndërtimi dhe paguar në datën 25 nëntor 2020. Pra, kjo kompani, sipas detajimit të shpenzimeve në vitin 22, ka paguar edhe për kryerjen e projektit dhe aplikim për një park fotovoltaik nën 2 MW. Më 1 shtator 23, kjo kompani ndryshon adresën kryesore të aktivitetit dhe tashmë do të jetë Tiranë, leje ndërtimi nga KKT me numër 07, datë 10/6/21, zona kadastrale 8210 pranë zogut të Zi. Pra, siç detajohet edhe në vendimin e ortakut për ndryshimin e adresës, leja është miratuar në qershor 21, ndërkohë që punimet dhe faturimet kishin filluar që në vitin 2020. E njëjta situatë vazhdon edhe me bilancet e vitit 23. Në bilancin e vitit 24, kjo kompani deklaron se tashmë parapagimet nga klientët për apartamentet janë në vlerën 6 milion euro. Duket qartë që i gjithë aktiviteti i kësaj kompanie nuk ka lidhje me ndonjë biznes në sektorin e real estate apo tregun privat, por burim dhe fokus të vetëm ka lejet e dhëna nga Belinda Balluku për park fotovoltaik dhe nga Edi Rama apo qeveritarët e tjerë për ndërtime kullash në Tiranë. Sipas të dhënave nga dokumentet zyrtare, kjo kompani ka marrë leje ndërtimi fillimisht nga kryetari i bashkisë Erion Veliaj të datës së 19 nëntor 2020 e më pas në datën 25 kanë kryer pagesën e taksës 8%. Sipas lejes, zhvilluesi është Agroroma. Në qershor 21, KKT me firmën e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut miraton një tjetër leje ndërtimi pranë zogut të Zi, kompanisë Agroroma 19. Tashmë, me lejen e ndryshuar nuk do të jetë vetëm kompleks rezidencial, por edhe një hotel. Leje për rishikim të kushteve të lejes gjatë ndërtimit për objektin Soho Towers, objekt me funksione komplekse, shërbim, hoteleri dhe rezidencial me vendodhje pranë zogut të Zi, Bashkia Tiranë me subjekt zhvillues Agroroma 2019 SHPK. Në vitin 2024, Rama dhe Balluku miratojnë edhe leje për rishikim të kushteve të lejes gjatë ndërtimit për objektin Soho Towers, objekt me funksione komplekse, shërbim, hoteleri dhe rezidencë, me vendodhje pranë zogut të Zi, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë Agroroma 2019. Për ndërtimin pranë zogut të Zi, Iglitar do të themelojë kompaninë Soho Investment Partners në shkurt të vitit 24, me administratore Teuta Agalliu, e ëma Esoni Agalliu, Tezja e Iglitares. Sipas të dhënave të pagave në vitin 2021, zonja Agalliu ishte e punësuar si analiste pranë FSHU, institucion tjetër varësie i Belinda Ballukut. Ne nuk e dim nëse ky është pallati për cilin flet Belinda Balluku në telefon me Evis Berberin. Ne nuk e dim nëse ky është pallati që në telefon Belinda thot mos shisni më pak se 3.000 euro. Ne nuk e dim nëse Bela këtë leje e firmosi nga vila në White Rocks Dërmi apo në emër të kujt janë vilat ku veron Bela. Por të gjitha këto pikpyetje i takon SPAK të jap një përgjigje. Ndërsa lejet e ndërtimit jepeshin me firmë të Belinda Ballukut dhe Edi Ramës, zemërgjërsia e titularëve të qeverisë shoqërohej edhe me dhurata nga kryebashkiak të tjerë që pronën e fermerëve u jepnin zëngjinëve të rinj. Ka qenë KLSH që ka gjetur shkelje të rënda në procedurën për t'i dhënë kompanisë së Iglitares tokën në sheq Marinas të Fierit, dhe nuk bëhet fjalë për pak, por për plot 3.3 hektar. Audituesit në raport shprehen se kjo sipërfaqe toke është dhënë pa marrë më parë miratimin e Këshillit Bashkiak Fier, siç e parashikon ligji. Pra evidentohet qartë, toka që Armando Subashi i ka dhënë kompanisë së Iglitares nuk është pjesë e këtij vendimi të Këshillit Bashkiak dhe është përdorur si referencë, duke e çuar këtë procedurë deri në falsifikim. Por jo vetëm kaq. Sipas KLSH, për dhënien e tokës janë shkelur të gjitha procedurat. Nuk është ngritur grup pune për kryerjen e praktikës e madje në shkelje të ligjit për dhënien e pasurive shtetërore me qira janë marrë kompetencat e Ministrisë së Ekonomisë. Pra, pasi shkeli hapur procedurën, pasi nuk ka ngritur as grupin e punës për vlerësimin e dokumentacionit, pasi nuk ka relacion për përcaktimin e çmimit, Armando Subashi merr edhe tagrin e Ministrit të Ekonomisë, pasi vetëm ai ka tagër të jap me qira toka pa fryt, ku hyn kategoria ranishte. Por Subashi për miqtë e Belindës nuk u mjaftua me kaq. Edhe pse ligji e përcakton qartë se afati maksimal për lidhjen e kësaj kontrate është 10 vite, ai firmos për 20 vite. Pas firmosjes së marrëveshjes mes Bashkisë Fier dhe Agroroma në 18 dhjetor 20, Belinda Balluku ka dhënë miratimin paraprak për ndërtimin e një centrali fotovoltaik në 30 dhjetor. Më pas, Armando Subashi në vitin 22 lidh kontratën përfundimtare të qeras me subjektin Agroroma. Pas ishin kryer të gjitha procedurat me shkelje të rënda ligjore, në maj të vitit 23, Edi Rama dhe Belinda Balluku miratojnë lejen e ndërtimit për central fotovoltaik. Leje zhvillimi për objektin
ndërtimin e impjantit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike me kapacitet të instaluar dhe veprave ndihmëse, me vendodhje Bashkia Fier me subjekt zhvillues Agroroma 2019 SHPK. Për ta përmbyllur me sukses procedurën, sigurisht Iglitare ka marrë konsulencë nga një tjetër kompani e lidhur me Partinë Socialiste. Sipas bilanceve të publikuara në QKB, do të ishte kompania A2 Partners & Law, e themeluar në janar 2020 nga vajza e Fatmir Xhafës, Aulona Xhafaj, edhe kjo e fundit, jo një emër i panjohur, jo vetëm si vajza e arkitektit të reformës në drejtësi, por edhe si përfaqësuese e një tjetër leje parku fotovoltaik, ngjitur me parkun e Iglitares. Pra edhe në këtë rast, dyshimet forta ngrihen se zona e re energjetike në Fier nuk është thjesht një investim në këtë sektor, por një hapësirë e re e përvetësimit dhe përfitimit të lejeve nga njerëz pranë pushtetit, që nesër do të jenë zotër të sektorit energjetik të vendit, me miliona në xhepat e tyre, fal vizionit të Belinda Ballukut dhe Edi Ramës. Prokuroria e posaçme sqaron se ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është zyrtarisht në akuzë për kryerjen e veprës penale, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim për procedurën e prokurimit me objekt të ndërtimi i tunelit të Llogaras, si dhe për kryerjen e veprës penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande në bashkëpunim në 7 raste të procedurave të prokurimit të ndërtimit të unazës së jashtme të Tiranës. Por, në datë 4 qershor, ndaj ish numri 2 të qeverisë dhe një prej njerëzve të pushtetshëm të Partisë Socialiste, SPAK vendosi të rëndojë akuzat, duke e vënë edhe përballë akuzave penale si korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale në bashkëpunim. Në më pak se 3 muaj, prokuroria e posaçme ka ngritur akuzën e korrupsionit ndaj Belinda Ballukut, si dhe të pastrimit të parave, bazuar në një prej episodeve të regjistruar në kohën kur ka drejtuar Alp Control e me vilë të përfituar për pushime, teksa Edi Rama do ta gradonte sërish pranë vetes si ministre infrastrukture dhe energjie. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1 as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por, ndryshe nga sa Belinda Ballukut deklaronte teksa përshëndetej me varësit e saj, duke i treguar SPAK se do të ishte e lirë fal fuqisë politike, prokurorët vetëm në këtë episod korruptiv kanë zbuluar një vilë luksoze në Bregdetin e Dërmiut, e cila tashmë është sekuestruar si produkt i korrupsionit. Rasti korruptiv lidhet me tenderin objekt të rikonstruksioni godinës teknologjike të Alp Control për përmirësimin e kushteve, fond limit 90 milion lek gati, dhe shtesë kontrate për rikonstruksionin e godinës teknologjike me vlerë 15 milion. Nga hetimi rezulton se shtetasja Belinda Balluku, për shkak të funksionit të saj publik si drejtore e përgjithshme Alp Control, në këmbim të favorizimit të shoqërisë Eurocol SHPK, në procedurën e sipërcituar, ka kërkuar dhe marrë përfitim të parregullt, i cili, referuar kontratës së porosisë, është në vlerën e 145.000 euro, që konsiston në pasuri të paluajtshme, konkretisht vilën me numër F6 në resortin turistik White Rocks, Gjilek, Dërmi, Bashkia Imar, Qarku Vlorë, me zhvillues shoqërinë Eurocol SHPK. Përfitimi i parregullt është kërkuar gjatë kohës së zhvillimit të kësaj procedure prokurimi, ku rezulton se në atë kohë shoqëria Eurocol kishte aplikuar dhe ishte pajisur me lejen zhvillimore komplekse 2385 fraksion 1, datë 27 mars 2015, të miratuar me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit, datë 7 mars 2014. Jo vetëm korrupsion, por SPAK akuzon ish zëvendës kryeministren edhe për pastrim parash, duke fshehur dhe regjistruar në emër të personave të tjerë përfitimet e korrupsionit. Hetimet kanë evidentuar gjithashtu përdorimin e veprimeve juridike të dyshuara si fiktive, me qëllim fshehjen e origjinës dhe pronësisë reale të pasurisë. Pasuria e vendosur nën sekuestro preventive përbëhet nga një vilë individuale dy katëshe tip Begonia e numër F6. Parcela e rrethuar në dispozicion të vilës është jo më pak se 300 metra katror. Vila F6 brenda kësaj parcele ka një sipërfaqe prej 103 metra katror, kati përdhe 54 metra katror dhe kati i parë mbi përdhe 49 metra katror. Vila F6 ka edhe verandën 34 metra katror. Vend parkimi ndodhet brenda sipërfaqes së parcelës. Siç konfirmohet nga kontrata e porosisë, fill pas emërimit të Belinda Ballukut si ministre infrastrukturës dhe energjisë, do të shpërblejë dhe pushonte në vilën e siguruar nga korrupsioni si bashkëpunëtore e Edi Ramës.
Për të fshehur këtë pasuri, produkt të korrupsionit, Belinda Balluku ka përdorur një nga njerëzit e saj më të afërt për shumë vite, ish futbollistin Iglitare. E bashkë me të, SPAK akuzon edhe ish shefen e kabinetit të Ballukut, Joana Bushi, një prej personazheve kyç në karrierën dhe aferat e ish zëvendës kryeministres. Rezulton se shterasia Belinda Balluku ka kryer veprimin fiktiv të kontratës së porosisë numër 1059, datë 5/12/2018, të lidhur mes shterasit Iglitare dhe pronarit të shoqërisë Eurocol, SHPK, shterasit Pandeli, Carapuli. Veprimet e kundërlishme në formën e pastrimit të produkteve të veprës penale kanë vijuar nga shterasit Belinda Balluku, Iglitare dhe Joana Bushi, duke kryer veprimin tjetër fiktiv, atë të kontratës së Qiras, datë 25/5/2022 dhe amendamentin e kësaj kontrate, datë 26/4/2024. Vila me numrin F6 ndodhet në një nga zonat elitare të Dërmiut, ndërsa e ngjitur me vilën e Ballukut, burime pranë SPAK pohuan se është edhe vila e vartëses së saj, Viola Haxhiademi, me detyrë sekretare e përgjithshme e Ministrisë Energjetikës dhe Infrastrukturës.